ata që kanë po, sidomos ata që kanë marrë pjesë prej fillimit në hartimin e rregullores, duhet me pas parasysh që rregulloria për zgjidhjen e kryeprokurorit përcakton 4 kategori të vlerësimit. E para është koncept dokumenti dhe prezantimi i tij që merr 30 pikë. Kategoria e dytë është pjesa e integritetit që merr deri në 20 pikë, kategoria e menaxhimit dhe aftësive udhëheqëse merr 30 pikë dhe kategoria e katërt është aftësia e tij profesionale. Janë 4 kategori për të cilat edhe rregulloria, edhe udhëzuesi kanë parapo hapa të veçantë gjatë procesit të intervistimit të kandidatit. Dhe çu binde zoti Gashi? E para zoti Gashi në profilin e tij del që ka një provojë jashtëzakonisht gjatë. Kjo është edhe publike, sepse është pjesë edhe koncept dokumentit, ka një provojë të gjatë në institucionet e drejtësisë, ka një provojë të gjatë në çështjet menaxherale dhe rrjedhimisht monitorues kanë pas mundësi me pa që në përgjigjet e tij, ndonse në publik mund të shfaqet ajo se oratoria një kandidati mund të jetë determinuese në proces, kjo nuk qëndron, por janë kategoritë të cilat i pam edhe në publikimin që është bërë të intervistës. Kishte emocione më shumë se sa që duhet. Disa herë u kthye edhe kërkoi sqarim edhe përsëritje të pyetjeve. Performanca nuk ishte më e mira në raport edhe me kandidatët e tjerë. Çu bindi që me votu zotin Gashi e jo një kandidat tjetër. Me qenë se të gjithë kandidatët e kanë kalu pragun dhe secili prej tyre po të votojë për kryeprokuror, i ka plotësu kriteret sipas ligjit. E para nuk kisha thonë çu na bindi Zenolla Gashi, ne na kanë bind 5 kandidatët. Sepse ne po entum 5 kandidatët. Kryeprokuror ajo zoti Gashi. Në rregull, kjo ndoshta mund jetë një segment tjetër të diskutimit sa i përket çështës së meritokracisë. Ndoshta anëtarët e Këshillit kanë vendosur ta zgjedhin për shkak se ka marrë më shumë të pikë. Si panel vlerësues kemi vendosur pikërisht mbi bazën e këtyre 4 kategorive që i thash. Ne kemi pas, si panel vlerësues kemi pas edhe dosit e kandidatëve, që flet për profilin e kandidatit në kuptim të edhe të integritetit, edhe të provojës së gjitha këtu. Dhe ajo ndoshta që unë po flas për pjesën time, po nuk dui për dy kolegët e mi, është që Zenolla Gashi ka pas një përparësi të vogël të themi në 2 kategori, te pjesa e koncept dokumentit dhe te pjesa e aftësive udhëheqëse dhe menaxheriale. Dhe janë pikërisht të 2 kategori që nxjerrin më shumë tipik. Pjesa parë 30 pikë, pjesa tjetër e aftësive po ashtu 30 pikë. Do thotë në start mund të ketë pasur një hap, le themi të vogël në raport me kandidatë të tjerë. Mos të harrojmë se është çështje e pikëve minimale që kanë bërë diferencën mes kandidatëve. Po megjithatë njëri zgjidhet dhe nuk zgjidhen të tjerë. Meqense se edhe koha kur është shpall konkursi lidhet dhe është këgja indikative, se s'mu janë Kosovë pa ik pak interpretimit edhe politik të situatave, me çështjen politike, ku ushtrusja detyrës se ka një mandat të caktuar kohor, kur mund të ushtrojë këtë detyrë dhe që tani për tani i takon zonjës Albulena Axhiu si dikush që vjen nga vetëvendosje, a ka pas dirigjim nga ana e lëvizjes vetëvendosje edhe në drejtim të Këshillit që të shpallet konkursi për kryeprokuror të shtetit në këtë kohë dhe që të përfundojë gjithçka gjatë kohës sa është do presidente Albulena Axhiu për ta dekretuar njeriun e vetëvendosjes. Mos e merrni pikë reference çështjet kur kanë filluar shpallja e konkursit. Çështën e shpalljes konkursit që 4 vite po e kërkojmë gjithë apo? Po ku bo bashkëtash. Rastisit jetë tash, po nuk rastisi sepse ju e dini reforma filloi me 1 nëntor. Dhe ju e dini në këtë studio kemi diskutuar gjëra gjatë se sa ka pas luftë edhe gjyqësore me vendime gjyqësore për ta penguar reformën. Këto nuk rrjedhën për një ditë, për një muaj. Këto ishin kronologji dhe shpallja e konkursit dhe tani me dekretimi i kryeprokurorit të shtetit është një proces që askush nuk ka mundur me imagjinu se do të vije në këto përmosa në këtë kohë kur patëm 2 palë zgjedhje, rrjedhimisht Këshilli Prokurorit ka kryer punën e vet. Po ndalemi pak te një aspekt tjetër i integritetit të kandidatëve dhe sfidimi i tyre për sa i përket integritetit të kandidatëve për kryeprokuror. Ka pasur çështje që janë ngritur për kandidatë të caktuar, mesin e tyre dhe zotin Gashi, që janë diskutuar në publik për sa i përket kontestimit të integritetit. Ato nuk i pam që u bën pjesë e vlerësimit dhe sfidimit për sa i përket çështjes së integritetit. Shumë dilema ndoshta kanë mbetë edhe në publik të pasqaruara. Pse zoti Gashi, për cilin ka pasur disa raportime, nuk u sfidua në intervistë?
që t'japë sqarimet e tij, Sakt. që ta marrë vesh edhe publiku edhe të bindet pse ai mund të jetë më i mirë se dikush tjetër. Ja thash fillim kur e ndryshum rregullorin i caktuar rregullat e lojës apo? Dhe kategoria dytë për cilën vlerësohet kandidati është integriteti. Merr deri në 20 pikë. Në bazë të udhëzuesit për panelin vlerësues është një pyetje standard atje, që është publike. Edhe ja kom thonë çdo kandidati sepse a ditë kam rastis të do bëj pyetje sa i përket pjesës të integritetit. Ne si anëtar të panelit kemi pas përpara dosjen e secilit kandidat. Në dosjen e secilit kandidat gjenden informata nga gjitha institucionet ligjzbatuese. Dhe kur pyesim kandidatin për çështjen e integritetit, ne pyesim fillimisht pyetjet që i vendosëm dhe pjesa e tjetër lidhet me dosjen e kandidatit që ne kemi përpara. Në dosjen e kandidatëve, te asnjëri kandidat nuk ka pas pengesa ose raste ose procese të cilat mund të dëmtonin integritetin e kandidatit. Ka pas për shembull tek zoti Gashi një rast që është raportuar në publik ku zonja Albulena Axhiu, tash ushtruese detyrës së presidentes, në një emision ka folë dhe ka bërë një denoncim publik ndaj tij që zoti Gashi aso kohë në vitin 2021 me kryeprokurorin e atëhershëm të Prishtinës, zotin Kujti Munishi, kanë shkuar në zyre të saj, sa ka qenë ministre e drejtësisë, dhe kanë diskutuar për një lëndë të zotit Krasniqi. A është kjo një prej çështjeve që i dosht me qenë pjesë e sfidimit për sa i përket integritetit të zotit Gashi? Jo, sepse rregulloria përcakton qartë që pyetjet për secilin kandidat duhet të jenë të njëjta. Dhe ne kur i caktuam rregullat e lojës konform rregullores dhe përcaktuam pyetjet dhe pritshmëritë, nuk mundesh me dalë dhe një kandidati më bën pyetje për te rregullores dhe rregullat e këtë rastin me zonjën Axhiu e keni pa kur raportuan publik, apo? Ka qenë publik. Juve si antar i Këshillit, a ju ka bind kjo çështja e integritetit zotit Gashi, duke pas parasysh këtë rast? Jo, pse po them jo, sepse për mua në zoti Gashi në atë kohë ka qenë një prokuror, apo? Dhe sipas raportimeve ka qenë në këtë takim që jo po përmendi, ka qenë me kryeprokurorin e prokurorisë Prishtinës në atë kohë, nëse s'gaboj, Kujti Munishi. Dhe nëse do duhet të kishte veprime disiplinore në raport me këtë takim që është zhvillu, fillimisht do duhej që kryeprokurori i shtetit të ndërmerrte veprime në raport me kryeprokurorin e prokurorisë së Prishtinës dhe prokurori i prokurorisë së Prishtinës në raport me zotin Zenova Gashi. Që gjitha ta ka bërë shkeljet kodit etikës, po supozojmë, dhe nuk ka pas iniciativë nga ana e tyre. Presidentja, për cilën po besoj që do të flasim edhe tutje, në vonesi ka në mend me kujtu këtë rast në publik. Edhe në vitin 2024 e ka bërë denoncimin dhe më pas ka nisë nështë edhe një veprim ligjor nga ana e prokurorisë speciale, për çka ka përfunduar dhe nuk ka gjetën diçka. Më po them juve si antara, ju ka bindë që ky rast që është sqaruar mirë, edhe që zoti Gashi s'ka pas fare përgjegjësi këtu, apo është vetëm një vendim që thotë që s'ka përgjegjësi edhe ju jeni mjaftuar me të? Sepse ka vendosur kështu zonja Axhiu në janë me denoncuar tash me dekretu, po besoj që do të flasim. Po edhe për juve është kjo pyetje. Ndoshta kjo çështje është më tepër për panelistë tjerë, si anëtar të panelit, po edhe si anëtar të Këshillit. Ne duhet kujdesemi me respektu kriteret ligjore fillimisht, pastaj procedurën. Kriteret ligjore janë qarta. Cilat janë pengesat ligjore për me hyngar. Dhe pastaj rregulloria ka përcaktuar procedurën. Dhe siç e thash, nuk ka pas probleme në kuptimin as ligjor dhe as procedural që do të ishte bazë për me penalizu në kuptim qoftë edhe të poentimit, po ndoshta ju po mendoni edhe të diskualifikimit, sepse mendoj që paneli e ka kryer punën e vet në përputhje të plotë me legjislacionin fuqi. Do t'i kthehemi sërish këtyre çështjeve pas diskutimit edhe me panelistët e tjerë. Morëm më shumë kohë, diku 20 minuta, për t'i elaboruar çështjet me